Dhe domethënë ka përfunduar ky vend në një krizë çaq të madhe morale, saqë ne e kemi importuar Deona Mihalin, një vajzë e Grekut, e cila vjen e ta menaxhon ta qeverisë këtë Kosovën. Akoma marrë, se për ata shqiptar që votojnë për Deona Mihalin. Aja formalisht nuk është ngarë, po ata që ja imponojnë vendimarrjen politike, Albin Kurtit janë komunistët që vinë nga Tirana si Elvis Hoxha, Deona Mihali e tjerë. Këta që po ashtu po marrin pjesë në atë revolucionin leftist atje kundër investimeve amerikane në Zvërnec edhe në Sazan. Këta njerëz asnjë kac mini market s'ka mujt me gjetë punë në komunitetin në Tiranë prej Ngavin. Dhe kanë ardhur këtu dhe ne kemi jep me vot komoditetin, pa ka ma ofendim për secilin shqiptar si në diasporë si këtu me të qeverisë ty Deona Mihal. A kupton? Që këta janë grupi leftist, komunist i Albin Kurtit, anti-amerikan dhe anti-shqiptarët më të mëdhenj që ka pas kjo historia jonë. Raportet e tij me Amerikën dhe të Kosovës rrjedhimisht po shihet që janë në nivel kritik, ka thënë në mënyrë të përsëritur. Interesi geostrategjik ekonomik amerikan përveç atij të sigurisë është shtri infrastrukturën e investimit të gazit të lëngshëm në gjithë relievin e Evropës lindore, aty ku dikur kishin kontroll sovjetik që prej shembjes së komunizmit nuk është në kontroll të Roosevelt ndikimit edhe pse bën përpjekje gjithmonë për ta minuar me interesa tyre. Po si e shihni rolin e Kosovës në këtë drejtim? Teksa po mungon një përgjigje të qartë për gazin e lëngshëm amerikan. Më shumë ka justifikime pse nuk duhet ndodh, nga ana e vetë vendos se sa pse duhet ndodh. Shikoni, këtë justifikimet se këtu është shtrejt infrastruktura, na del çmimi më lart e tjera janë bullshit. Do thot arsyeja pse Albin Kurti, Deona Mihajl, Elvis Hoxha, ky grupi marxist-leninist, komunist, këta supermajtistat, arsyeja pse këta refuzojnë gazin amerikan është sepse është pushtet super i majt në ne dhe pushtet i cili shumë shpesh ka qëndrime armiqësore ndaj objektiva strategjike amerikane për rajonin. Kjo është arsyeja. E majta. Po, e majta Albin Kurtit. Kjo është arsyeja. Po majta e Ramës nuk është. Jo s'është. Këtu s'jam të mbrojtë. Majta e Ramës po përballet me protesta për investime. S'jam të mbrojtë e Ramës, hiç. Po bëjnë krahësim. Simpati për qeverisjen e tij, por ajo e Pedro Sanchezit po. Po, e Pedro Sanchezit po. Pra, kjo është arsyeja kryesore, një pjesë e madhe qytetarë nuk po kuptojnë. S'kam fajt, nuk të janë tema të rola, ata kanë qef qështu disa mi folë, ole, zullumqar, qështu kanë qef, apo den? Po, neve këmëna gjithë që thot popull e zëzdita me këtë refuzim. Nëse paralelisht refuzohet investimi i Ivanka Trump dhe burit saj Kushner, po flasim për vajzën e presidentit më të fortë në botë. Që ky president që ka po? Se po nisi pi Trumpit me ardhet e gazit, refuzimi Albin Kurtit. Që ky president, si thot ky kullerat e Prishtinës e palej Iranin dhe mbështetësit e tij, Kinën dhe Rusinë nga mbrapa, duke mos leju që përmes lindjes së mesme të kontrollojnë Oqeanin Indian, i cili i lidh dy oqeanet kryesore, Atlantikun dhe Pacifikun, pra tregtinë globale. Që ky president shkoi në Kinë dhe e stopoi një farë turrit Kinës, i cili nuk është ndal krejt, po e stopoi një farë turrit Kinës për Taiwanin, në atë që quhet zinxhiri i parë i ishujve. First chain of islands. Të mëndon që shkojnë pe Taiwanit, në që gjendën mes detit jugur kinez, detit lindor kinez, në ngushticës së Taiwanit nga Japonia shkon dete Filipinet e Indonezia poshtë. Dhe e ka zinxhirin e dytë aty Amerika. Që ambicin kineze ekonomike, po. Po ata nuk e kanë frenu krejt, po Amerika ka aty edhe second chain of islands, zinxhirin e dytë të ishujve, që shkon prapë pe Japonisë, e shkon te Guam, e shkon dete Palau atje poshtë. Në Guam e kanë bazën më të fortë amerikanët me anije mbrojtëse me të gjitha. Ideja është me spelon Kinën në dalë në Pacifik, në detit në oqean të hapur me flotë detare. E stopoi edhe atje. Në anën tjetër tash vlerësoi Rusinë në Ukrainë, sepse që ky president Trumpi i reaktivizoi evropianët, le të thonë këta çfarë dojnë. Paguani për NATO-n, vetë mbronu, fillun krejt evropian tash me Gjermani me krejt me ndërtu potencial ushtarak më shumë, me prodhu municione se u friguan për Rusisë. Por ky president që i ka bërë çto 3 hipoteza të jashtëzakonshme, linjët mesme me Kinën, plus ajo lufta tregtare me Kinën që e menaxhoi, edhe këto me Rusinë,
që ky president tash po don që më jap goditjen përfundimtare Rusisë. Dhe si po e bën ato? E merrni e lexoni raportin e State Departmentit që ju ka dërguar Kongresit, në cilin thot qartë se tash nuk kemi të interesuar ndërtimi i demokracisë, ndërtimi i shtetit. Atë këtu në Kosovë me afundë pa lidhje për ato gjëra, e më shku dikush i shoqërisë civile këtu me çato funde me marrë shtëpi me bazen. Po as për integrimin NATO, me atë punë merret Pentagoni. Tash presidenti Trump e ka dominimin energjetik, fokus kryesor. Madje i ka shndruar në doktrinë strategjik, doktrinë, strategji, platformë të politikave të reja amerikane. Dhe përmes kësaj do të bëjmë partneritete të barabarta me ato shtete që janë të interesuar. Pse? Ne me siguru stabilitetin energjetik, sepse kur ke stabilitet energjetik, pasojnë investimet amerikane. Kur s'ke stabilitet energjetik dhe nuk e diversifikon, s'ke me pas. Dhe shihni se i njëjti editorial i ambasadorës amerikane 2 ditë para zgjedhjeve ju ka jep më qartë nuk ka. Ju ka thonë fokusit energjia dhe Kosova duhet me qenë pjesë e planeve të gazit amerikane. Po e humni shansin. Dhe çka ka ndodhur? Gazi amerikan i lëngshëm, që vjen LNG-a që i thonë ata, nxirrat atje, hyn në kontenera, çaj thonë aty në tankera në -162 gradë në pranie, është më lehtë me transportu, vjen deri për shembull në portin në Greqi Aleksandropoli. Aty është terminali për rigasifikim. Aty është kyç për shembull kompania shtetërore bullgare Bulgargas, as di si i thonë, i ka blinit 5 në aksioneve. Thjesht. Po, ç'e? Po. Maqedonia ka filluar 2014 me lidhje infrastrukturën aty në gypave nga Greqia dhe ne ishte dashur me lidh në Kaçanik. Edi Rama ka nënshkruar marrëveshje korniz 20 vjeçare për importimin e këtij gazi amerikan, i cili fillimisht ka marrë për Greqisë e pastaj për Vlorës. Në Kërk të Kroacisë është porti i dytë në cilin është ndërtuar terminali për rigazifikim, në cilin pastaj kreti shesin kroatët përmes rrjetit të vet të gazit e deri në Hungari, në Austri, pra deri në BE. Kënej anash, pra strategjia e kësaj e Trumpit, të SBA-ve në këtë rast. Në atë raport të State Departmentit të shifni është që me ndërtu një koridor verior që e shpërndon këtë gaz nga Greqia, Bullgaria, Romania, Slovakia, Polonia deri në Ukrainë. Pse? Me bë alternativë gazit rus, me shkput, me forcu kranin lindor të NATO-s, me shkput ato shtete nga ndikimi. Nga ndikimi rus, sepse kur shkputesh nga varësia e gazit nuk ka mas ndikim politik. Dhe çka sjellin këto përfitime? Se këta po thonë, nuk bëhet së shtret, po nuk bëhet sot as nesër. Nuk kemi gypa po thonë. Po prandaj, po ti zëtohesh bre. Edhe Serbia o zëtu, krejt, e përmenda, Greqia, Shqipëria, Maqedonia, Bullgaria, Kroacia, të gjitha, vetëm ne jo. Pse ky e refuzon, sepse ky është një majtest i cili ka qëndrim armiqësor ndaj strategjisë dhe objektiva strategjike amerikane në rajon. Ky është një njerëz i rrezikshëm, komunist, me Deona Mihajl e me Elvis Hoxha, njerëz të rrezikshëm, fatin e kombit ja kemi jep një ekipe të rrezikshme komuniste. Nëse refuzohen investimet në Zvërnec, dhe shkojnë ata për shembull, se po flasin për vajzën e presidentit më të fortë në botë, edhe shkojnë ata për shembull në Mykonos në Greqi, ose shkojnë ato investime në Malzi. Dhe nëse ne vazhdojmë me refuzu gazin amerikan, cila është arsyeja që do të më të mbrojë ty Trumpi? Se në atë raport të State Department, ai çfarë thotë? Partneriteti i barabartë, interesat të dyjanshme ekonomike, s'ka mund ty me të mbrojt e ty me nejt. Djali im është 18 vjeçar, nëse bëhet luftësor nuk din me përdor armatim. Një djalin i Kroatit atje në Kroaci, një profesorit tim, tha e kam bo obligative ushtrimet ushtarak, a i din me përdor armatim. Nësë jena kërkabre, e më qumë i thonë Amerikës, nuk e bojmë në këto se s'kemi infrastrukturë, s'kemi ato. Një zarë duhet ta ketë, nuk mund t'jetë ndoshta vetëm ideologjik. Ja, vetëm ideologjik, është vetëm ideologjik, do thonë këta të mrapsh, këta janë komunista, vetëm ideologjik, ty vetëm zëtohër, shkojnë shkru marrëveshjen, që kanë shkru Edi Rama, që kanë shkru Greqia, Maqedonia, që kanë shkru Bullgaria, të gjithë të tjerë. Dhe në të ardhmen kjo shpërblehet. A dim pse? Shikoni rastin e Litvanisë, Turqisë, cilat kanë filluar me ndërtimin e këtyre terminaleve për rigazifikim, me marr këtë gazin lëngshëm, ka ndodhur para 15 vite e më shumë. Po në momentin kur janë funksionalizuar 20% ja kanë zbrit gazit rus çmimin. A kupton? Edhe tani kjo pritet tani, nuk pritet nesër, sepse raporti i State Department nuk flet vetëm për gazin e lëngshëm. Ai thotë edhe rikuperimi i kapaciteteve aktuale që kemi, me thëngjell, me çmyr. Po edhe këto ti ka kundërshtu Kurti. Edhe këto ti ka kundërshtu Kosovën e re. Energjisë elektrike. Po, edhe këto ti ka kundërshtu kur ka qenë opozitë, edhe kur ardhi ka anulu Kosova e re, Counter Global. Dhe tash
Kjo ka punuar në favor të importimit të energjisë elektrike nga Serbia dhe vende tjera në vlerë 1 miliard euro. Por kjo i shkon në favor vetëm bosave të mafisë energjetike të sot po shihet që ky edhe Serbisë, sepse ajo shet rrymë edhe tani. Dhe kush po ja bën këtë favor Serbisë, pra Albin Kurti. Ndërsa Serbia është një nënon e varur nga Rusia, por atë diçka, madje edhe Vučići në Fox News edhe par djas dikur i tha deklarativisht Amerikës, po jemi të gatshëm në nënshkruajmë partnership strategjik për importimin e gazit amerikan, për ndërtimin e qendrave të dhënave, pra të inteligjencës artificiale në Serbi, investime amerikane në Serbi. Por edhe ata janë në ofertë, janë në penallti, vetëm ne nuk jemi. Dhe kur i kthehen këto investime? Ekonomikisht, nuk është çështje ekonomike. Ideja është që po bëhet një betejë figurativisht që të çlirohet Kosova nga ndikimi amerikan? Po, që aty po del kjo? A kupton? Ku diun në halucinacionet e tij, ku diun është Republika e Tretë, e Katërt, ku diun, a kupton? Sepse kjo është shumë e thjeshtë. Pra, nëse ti refuzon gazin, nuk është ideja që ti kimë. Okej, ha që ti po refuzon, po thu s'ka gyj pas skemi infrastrukturë kushton shumë shtrejt me ndërtu. Po ti që 6 vite, pse nuk e ndërtove një potencial 1 megawatt? 1 megawatt, po që 6 vite i ke qitë bloqet për funksionit herë të hanën, herë të martën, herë të mërkurën, për me importu rrim prej Serbisë. Nuk është këtu benefiti ekonomik imediat nga zotimi për me marrë gazin amerikan, por është ardhmja jonë strategjike në pyetje sepse na mbron Amerika, siç e thash në fillim, kur ke të nënshkruajmë gazin amerikan në tokë, në të ardhmen s'ki nevojë për ushtar amerikan me të mbrojtur mbi tokë. Komandanti i forcave ajrore tha, do të fillim reduktimin e trupave të NATO-s. A kuptoni ku jemi ne me mbrojtje? Kujt nuk i bën përshtypje sot në Kosovë, në këtë klim politik. Jo, hiç, unë vazhdoj me ardh prej Bregodinit fush Kosovë dhe këtu, dhe kjo deklaratë më sillet në përmend, nuk i kam prej frikës, as po du me përhap panik, se unë e di që amerikanë nuk tërhiqen lehtë nga Kosova për shkak të objektivave të tyre, por qëre nëse ti vazhdo me lutë me pushtetin e nervat të Trumpit, si në Sazan, me ata leftistat atje, si këtu me refuzimin e gazit, çka një ditë me mshela njërin në sy, si mbrohemi ne. Që e në mënë me thonë këna blet drona kësisene, po thash gjallim 18 veçar s'din me përdur ma armatime, se s'ka trenime, s'ka stërvitje. E para, e dyta, Serbia bëgjetin e mbrojtjes dhe sigurisë, ka sa 5 shtetet balkanike bashkë. Malezi, Bosna, Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova. 3 prej tyre në NATO. Do t'jemi shumë real. Pra, unë mendoj që ky pushtet, ma e mira shkon me ra, ky pushtet i komunista, Kurti dhe ona Mihail Elvis Hoxha këta, se nuk mori vendimet Dimal Basha dhe këta Mihail Bajqiniota. Këta i qëtë me vjedh projekte, që atë në tendera me që si drasa, vendimet politike, vendimore politike e merë këj grupi komunist, leninist, i Tiranës në kombinim me Albin Kurti. Ma e mira shkon këta me ra, edhe ne mu kësi komplet në varsinë amerikane si që kemi qenë më herët. Sepse kjo nuk është marrë. Nuk mund të shtrojmë një sovranitet pa të rujtë trupat amerikane kufiri me Serbi. Diskutohet rëndësia pesha kësaj teme në 2026, në duket pak paradoks i llojit vet. Është një paradoks. Të diskutohet mbi peshën rëndësinë, interesave strategjike se ka duhet lëviz Kosova me ato interesa tutje. Unë po mendoj që me këto lëvizje s'po thëmë që nështë a i ka armitsu, se populli nuk armitsuhet let me Amerikën, po i ka luhat kogja shumë. Që ka disponim anti-Amerikan në rrjetet sociale, po i halakate ato vërejet qartë. Unë besoj që këta po e thërën e një demonstrat kundër gazit Amerikan që atë në shesh ekiplet. Që aty hi, kanë me dalë. Ashtë një valë protestash në Serbi ka, aktualisht në Shqipëri kanë filluar që më shumë se 2 javë, që edhe Kosova të ndohet nga protestat e tilla, nga një valë e pakënaqësive, edhe për cilën arsye mund të ndodhë. 1 milion arsye këto sociale, sidomos jeta është përkeqësu, është shtrejtu shumë, e patë Eurostatin 7% inflacioni, më i lartë në Ballkan. Po interesant, ende nuk e kemi rri atë nivel të kulturës aktivizmit qytetar me dalë me protestu. Kjo çfarë po ndodh në Tiranë? Nuk është e njëjta me Serbi. Serbi është pak më ndryshe, pa ta kanë një qëndrim ndaj Amerikës, edhe opozita, edhe ndaj Kosovës. Po kam ta zhduke Vučićin që e zhduke Iranin, e rahatoi Kinën, e rahatoi Rusinë me Ukrainën tash shumë shpejt Trumpi, kam e zhduke edhe Vučićin.
Ja kuptoj. Unë e di që Trumpit këto vota kanë mi kushtu, se politikat e jashtme të kushtojnë mrenda, nuk fiton tani zgjedhjet në Amerikë, po ky për interesat geostrategjike amerikane ka mri shumë. Për çat unë është njëri me një histori, jo për me fitu pushtetin e Shqipëri. Protestat në Shqipëri janë në thelb anti-amerikane. Po, sepse fillimisht si fillun, shërbimet sekrete armiqësore ndaj Shqipërisë edhe Kosovës e ngjitën një flamur të Izraelit aty. Lidhe me Izrael s'pat kjo punë. U qunë ata antisemitët të parët, fillun skenat, edhe tash e kemi një protest e cila po tash është politike. Është politike, po, ki antisemit, ki LGBT, ki komunist, ki neokomunist, ki antikomunist, ki se cili për arsyën e vetë delë dhe proteston. Të majtë të djathë. Po të majtë të djathë. Hoxhallare, priftrenje, tjera, pro duket një protest e bukur kështu për nga ngjyrosja politike. Po mesazhin e sytë e botës është? Mesazhin e sytë e botës, atje kryet titujt i ke shoqëria shqiptare proteston kundër investimeve të vajzës së Trumpit. Dhe kështu është tërheq kushneri dhëndri Trumpit nga Beogradi. Se fillun protestet atje përveç tjerash edhe kundër tij dhe i tërhoqi investimet nga Beogradi. Unë lutem që ato mos të tërheqen. A dishoni se mund të jenë gjithë kjo valë paknarësish në prapasken të ketë një ndikim të fortë në ndonjë qeveri evropiane? Unë mendoj mbase ti shikojnë dhe ato balancet e interesa me amerikanët në rem, duan të jenë ortak të asaj tavolinë ku ndanë interesat dhe evropianët. Nuk duat përmend gasit e këto. Nuk duat përmend emra të shtetet të caktuara, por nuk e përjashtoj këtë mundësi fare që thatë jo që është ndonjë lufte, ndonjë njësie, ndonjë shteti veçantë brenda Evropës, po them me Unionit Evropian, e cila mund të ketë këto konkurrencën, betejë interese që me kontrollu Ballkanin më shumë. Lehtësisht këto shoqëri me të lloj qeverisje i tundon me protesta. I tundon, po përveç këtyre kyçeve shërbimet armiqësore kundër Kosovës, Shqipërisë. Si ato fqinjet Shqipërisë atje poshtë që ka, si këto serbe ruse, sepse këto ku gjuajnë shkëndija, pastaj na e bëjmë punën vetë sa kajtojmë njëri tjetrin. Ato shkëndija ndezin fort në shoqëri të cilat janë fragjile, në të cilat ka potencial të madh konfliktit social, politik, religjioz, siç jemi ne, a kupton? Dhe ata gjetin shkëndim me flamurin Izraelit dhe aty filloi protesta. Pra, nuk është e vërtetë që protesta ka filluar nga ambientalistët. Se po të ishte ashtu, këta do të protestonin edhe për rjollin, do të protestonin edhe për varret e lire që i hoqën nga Durrësi para shumë vitës, i gjujtën në deti Adriatik për me ndërtu 3 pallate. A më kupton, varret e lire. Po të ishte ashtu, këta do të protestonin kundër përllogjeve e mbetorina që janë rreth varrit të Marigos atje te Zvërneci. Po të ishte kundër Ramës së Berishës, që po thonë Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Këta është dashur me dalë protestu 2007 mas Gërdecit, 3 ditë mas Gërdecit Rama Berisha ulën i bën ndryshimet kushtetuese. Po të ishte kundër Ramës së Berishës, këta është dashur me kundërshtu kodin zgjedhor që e bën Rama Berisha. Po të ishte kundër Ramës së Berishës, këta është dashur me kundërshtu koalicionin kur e bëri Rama me Ilir Metin me amnistu 21 janarin e 2011. Pra nuk janë këto të vërteta. Në thelb protesta është anti-amerikane sepse ka nisë prej leftistave, po tash këta tjerë që janë gjujt këj kanë drejt me protestu. Greta Thunbergun këtë majtistën e Suedisë nuk e pash aty ende. Ka shumë figura që po vinë, po gravitojnë, po të filojnë aty. Shiko këta që po protestojnë që mos të keq kuptumi. Për Greta Thunbergun mësohet në shkollat tona fillore. Kastrati. Po, vërtet. Nuk e di se si ka hyrë në atë program të kurrikulës që zgjerohet për Greta Thunbergun. Nuk e kam informatën se kush kanë qenë ata studentë që kanë fut. Po. Mësohet. Jo, ka qenë në thelb leftiste dhe ka qenë në thelb anti-amerikane në fillim. Tani protesta Kastrati memoria na tregon që shqiptarët kanë histori raportesh edhe me Kinën dhe me Rusinë, po. Në 100 vitet e fundit. Evidentohet ky i kanë pas, po si kanë përfundu, pastaj etj. Cila është ajo histori? Pasojat kanë me. Dhe cila kjo histori e demokracisë? Kanë me pasojat në gjuhë. Në sytë e botës, gjithë kjo valë paknasish, nuk po shihet si paknasi e shqetësueshme. Për qeverisjen, po si një paknasi kundër interesave amerikane, ideologjike. Por është ideologjike. Në Kosovë Kastrati që mund ndodh. Në Kosovë? Një valë masovike protestave. Me të thirr Albin Kurti, tash shiko, ai mund me kamuflu, që hade po protestojnë për diçka tjetër, për në thelb protesta me që janë anti-amerikane, ta mu sheshin. Pro këtu rreziku më të madh që ka ndërtu Albin Kurti me Deona Mihajle, me Aselvic Hoxha, me këta komunistët, fatkeqësi për këtë popull, është që ka ndërtu një kontingjent të madh të rish e të rejash,
Kosovës, cilat kohë janë disponim janë anti-amerikanë, sepse ishe në rrjete me Facebook, pa Amerikën neve në hadreqi. Që mos të keq kuptohemi te protestat në Shqipëri. Po, aty ka shumë kërkesa legjitime për këtë qeverisjen, për korrupsionin, për migrimin e tjera. Janë akumuluar me gjasë. Ja kanë akumulu. Po pse s'dalën më herët para 6 muajve, para 1 vjeti, para 2 vjete? Pse bashkë kur Ivanka Trump u përmend se emër? Protesta në ndikimin e faktorëve të jashtëm po ishin. Po. Të atyre që nuk e duan Shqipërinë stabile, mbase. Atyre shërbimeve armës. Të parashikosh në një Shqipëri shpejt që mund ta ndarsohet në ato vite që është thënë brenda viteve në Bashkimin Evropian. Po ndodh kjo kur tash një Shqipëri pa qëndrueshme. Fiks, protestat janë nxit nga shërbimet armiqësore shqiptare, të cilat e duan jashtë Shqipërisë Ivanka Trump, me shku me investuar të parë në Greqi ose në Malzi, dhe me lonë Shqipërinë çka ekonomikisht të doptë dhe të varfër. E ke pa Elvis Hoxhën, ideologun e Zotit Kurti? Po, pelikanin Kaçurel. Domethënë e duan një Shqipëri të varfër pa investime, dhe njëkohësisht, dhe ne nëse refuzojmë gazin amerikan, do thotë kush jemi ne tash me lut me pushtetin e nervat të Trumpit, se ti po ja refuzon vojzën edhe po ja refuzon edhe gazin kënena. Pse ka me të mbrojt aty nëse mas nisën nga kërcënimi i Serbisë? Duket që kanë shqetësim sot kosovarët? Jo, se largohen nga Amerika nga këto? Po jo, bre, a di pse? Duket që kanë këtë shqetësim? Po jo, se unë kom po sot prej. Nuk galon shumë për atë situatë. Jo, më prej bregu ditë. Po ti ndodhte një qeveri tjetër në 2015 të kishte këtë kurs ndaj SBA-ve, nuk do të mund të mbijetonte as 3 muaj ndoshta. As 3 muaj asnjë qeveri. Jo, tash nuk e kanë ngalen se janë të sigurt në duart të Albin Babës, janë të mpir. Një pjesë e madhe tyre. Unë e shikoja sot rrugës pe bregu ditë në fushë Kosovë deri te ju, ty punu me asi makineri, të ndërtu banesa, të ndërtu... Kërkush smeret me këtë punë që ne jem të lytë me fatin tonë, me këtë punën e refuzimit të investimit amerikan në Shqipëri dhe me këtë punën e refuzimit gazit, kjo është një lojë shumë rrezikshme. Po bre për këtë qeverisjen e Tiranës 1000 arsye. Po bre për mospunësimin e korrupsionin, banditeske tjera atje. Po shdosh më shumë protest para 6 muajve, para 1 vjeti, para 10 vjete, para 2-13 vite. Momentumi. Ja, pse bashkë kur investoi Ivanka Trump? Anti-amerikanizëm. Anti-amerikanizëm, sepse unë të garantoj që nesër të hiqet Ivanka Trumpi, protesta fillon me vdek. Sepse protesta keni po atje nuk po prodhon parti politike, nuk po prodhon lider. Dëgjoni, deri tash protesta është në nivel reagimi, okay? Po për më bo aksion, do të me prodhu lider, do të me prodhu parti. Po thënë, s'mune një parti me kone antisemiti, LGBT-ja, edhe ai tjetri komunisti, edhe ky liberali tjera. Po le të bëjnë 3-4 parti. Pa dikush të senca. Qëre, me bo me lyte e Dirama blofin. Neri më duke 65 ty për 3 nëse s'jam gabim i kushtetutë. Se me e pa i dërheqe, për 45 ditë do të më majtë zjedhe të reja. Një parti politike si mas ligjit me regjistru e rinë Shqipëni shkojnë dhe në 3 muaj. A dhe se dhe më thonë e që ble kërkasion. Qëndrimin e kanë destabilizim. Për destabilizim. Dhe Kosova është stabilin këto muaj, do të ketë qeveri, do të ketë institucione, ka vullnet Kurti, me shumë po shihet zoti Hamza e zoti Abdegjiku, që po kanë vullnet për institucionet forta, stabile, për koalicion base me zotin Kurti, sa vetë zoti Kurti. Shika, është tërë me zotin Kurti në koalicion, po këta janë pak kurrizor që dojnë koalicion Hamza edhe Lumiri, nuk kanë mujtë me kriju alternativë morale kur në raport me Kurtin, sepse edhe këta janë do milionera, këtu tash dhe po edhem qytetari dhe ka të drejtë, por që këta numra kanë imponu që domosdoshmërisht me negociu edhe me dialogu për një bëjë institucionet, sepse ne edhe nëse shkojme njëherë zgjedhje, na veçim i bëjë që sharak, e tash është moja, institucionalizimi i humorit edhe i ofendimit ndaj vetvetes nëse shkojmë zgjedhje edhe një herë. Jo si duket indikacionet që i shohën, Kurti këto ka me bë. Ka me driblu të në kohën, si bisedu para emisionit, me juve, do të thotë që ja, përshë këta s'pëdojnë, këta janë të pangishëm, unë e pjep këto këta s'pëdojnë, unë e pjep këto këta s'pëdojnë, ndesa të lodhë mirë, dikur kalën edhe afati kësoj ushtrusës prezidentes ka shtatorim duket, dhe tendenca ati ka mundësi me na qunë shtator, me ardhë prapa ata kontingenti i diasporës për të cilën diskutume edhe me bëdhe një fitore, edhe që shtu kjo me shku të në kohën, të ke knaqë vetëm, mi që durët, Kurti 3, Kurti 5, Kurti 7, Kurti 8, Kurti 11, 12, 13. Dhe Kosova? E Kosova ka kajq. Në dhënë gjitha 3-4 mujtë me vitra në zgjedhje. Dhe i sot lodhet mirë pople, ta kupton që nuk kudzojmë na fatin e Kosovës me bo peng të fatit të ti personal. E fundit, nga Britania, nga Anglia ka arë në luftë në Kosovë, në që kë. Po. A ke menduar sot ndonjëherë që ta praktikësh?
Jo, kur, jo, unë jo, se praktisi kur, dëshpërimi është i madh, zhgënjimi është i madh, kur fëmijët e tu të thonë që nuk shohim perspektivë këtu. Jo vetëm fëmijët e mes, se për keq përdor ata në këtë rast, po gjenerata ta fëmijëve të mi. Nuk e shohin se ne mund të arrajmë vetveten, po a kupton, nuk ka ekonomi, nuk jetohet me vitrave, nuk jetohet inflacioni 7.% hin shitoret me rrohen syt prej çmimeve, edhe pagat kaq sulta asnjë vend i ri i punës, asnjë prodhim që eksporton jashtë, i cili kishte me ngrit pak ekonominë, turizëm skemi, ashtu kështu. Po jo, nuk praktises, sepse unë edhe gjenerata jote kemi kalu në për taksiratet të pa imagjinueshme, dhe këto i ka përdim edhe më lehtë.